është që disa prej ministrave, mirë dëgjojmë fillimisht Daut Haradinaj. Mund tjetë edhe ajo, po ne kemi ofru në fakt 3 emna konkret, 2 deputete dhe ish kryetarin e kuvenit, me bindje me zhblloku kuvenin, kemi gatshëm ju do votën, edhe mendoj që kemë bërë diçka shumë ma shumë se sa dhe vetë zoti Kurti në kalumin e ka ofru për kryetarin e kuvenit. Pra, është më e rëndësishme për zotin Kurti Albulena në këtë rast se konstruimi i kuvenit. A kemi qeveri si pas jush aktive si shkollë? Unë këmë thonë publikisht e për seres mendoj që kemë qeveri kundërlisë. Edhe një njeri që i mon 2 pozita edhe vjen deputet edhe ushton kryeministin në rolin e kryeministit është kundërlisë. Gabim është çapo ndohë, po çfarë di bojë. Ku është dallimi mes zonës Haxhiu dhe tjetër? Pasi edhe pse s'po votoni zonën Haxhiu. Do të thotë një qendrim i afërs, sepse nuk po votohet zona Haxhiu përveç asaj që është thënë vazhdimisht se ajo nuk ka qenë në fakt e duhur apo. Ne kemi ofruar propozimin para se më nominu zonja Haxhiu. Domethënë kush e mon men seancën e parë, datës 15, ne kemi thonë që jemi të gatshëm i votu këto 2 kandidate. Me kalimin e kohës, domethënë kjo është blloku tash në pozicionin e zonës Haxhiu, po nuk personalisht unë e vlerësoj edhe si njeri edhe si familje, po ne kemi bën një ofertë dhe i qëndrojmë asaj oferte, hapun domethënë të gatshëm me votu sot nëse ndrojnë emrin e kandidatit. Faleminderit shumë për ju ditë marë. Nuk ka lëvizje as nga Aleanca për Radhëmërinë e Kosovës, se kishim Daut Haradinaj ka përsëritur propozimin e AK-s për zonën Bogojevci ose zonën Mehmeti Selimi si kryetare, ndërkohë përsëritet e njëjta situatë. Një informacion ekskluziv që mund të ndaj me ju është që disa të paktën me sa kam arritur të verifikoj me ministrave në dorë